Në një format si Big Brother Kosova, ku tensioni është pjesë e arkitekturës së lojës dhe çdo ndërveprim ndodh në presion konstant, konfliktet shpesh kalojnë nga mosmarrëveshje verbale në përplasje të ashpra. Një nga episodet më të diskutuara të këtij sezoni ishte përplasja mes Klodit dhe Albës, e cila filloi me fjalë të rënda, u përshkallëzua emocionalisht dhe përfundoi me kontakt fizik, derisa ndërhyrja e banorëve të tjerë ndali situatën. Gjithçka nisi nga një debat i tensionuar, ku fjalët u bën gjithnjëherë më provokuese. Në kulmin e përplasjes, Alba përdori një etiketim fyese ndaj Klodit, një fjalë që nuk ishte thjesht sulm personal, por një etiketim stigmatizues. Këto lloj fjalësh, sidomos kur thuhen para kamerave dhe një audiencë të gjerë, nuk janë vetëm ofendim momental, ato bartin një peshë shoqërore dhe kulturore që shkon përtej konfliktit të çastit. Reagimi i Klodit ishte i menjëhershëm dhe emocional. I prekur në dinjitet, i ekspozuar publikisht dhe nën presion të madh, ai e shtyu Albën, duke kaluar kështu nga përplasja verbale në kontakt fizik. Në atë moment, situata rrezikoi të dalë plotësisht jashtë kontrollit. Banorët e tjerë reaguan shpejt, duke ndërhyrë dhe duke i ndarë të dy, ndërsa atmosfera në shtëpi u mbush me tension, heshtje dhe tronditje. Ky incident ngre disa çështje thelbësore që meritojnë analizë të thellë. E para është përdorimi i gjuhës fyese dhe stigmatizuese si mjet konflikti. Fjalët nuk janë neutrale, ato krijojnë realitete. Kur gjuha përdoret për të poshtëruar, për të etiketuar apo për të vënë në shënjestër identitetin e dikujt, ajo shndërrohet në formë dhune psikologjike. Edhe në një lojë ku debatet janë të pritshme, ka kufi që nuk duhen kaluar. Çështja e dytë lidhet me reagimin fizik. Edhe pse reagimi i Klodit erdhi si pasojë e një provokimi të fortë emocional, kontakti fizik mbetet i papranueshëm. Provokimi mund të shpjegojë reagimin, por nuk e justifikon atë. Kjo dallim është thelbësor për të mos relativizuar dhunën dhe për të ruajtur standardet bazë të bashkëjetesës, qoftë edhe brenda një formati televiziv. Nga këndvështrimi psikologjik, ky moment është pasqyrë e akumulimit të stresit. Izolimi, mungesa e privatësisë, presioni i vazhdueshëm i kamerave dhe frika nga perceptimi publik krijojnë një mjedis ku vetë kontrolli gërryhet. Në kushte të tilla, fjalët e rënda bëhen shkëndija, ndërsa emocionet e papërpunuara shndërrohen shpejt në veprime impulsive. Pikërisht këtu, përgjegjësia individuale duhet të shoqërohet me përgjegjësi institucionale. Roli i produksionit në situata të tilla është vendimtar. Big Brother nuk është thjesht skenë, është një strukturë me rregulla të qarta. Ndërhyrja e shpejtë për ndarjen e banorëve ishte e domosdoshme, por po aq e rëndësishme është mënyra se si trajtohen pasojat. A dënohet gjuha fyese? A dënohet kontakti fizik? A dërgohet një mesazh i qartë se kufit ekzistojnë dhe zbatohen? Nga ana mediatike dhe shoqërore, reagimet e publikut pas këtij episodi ishin të shumta dhe të